Kjo motra thot vjera nuk më pranon, më përzuri thot në rast vdekje, më tha se nuk kam vend aty veç djali. Nëse i ke kuptuar thonat për çka të ka përzon thjesht nuk po të do, atëherë tregoj burrit tanë edhe mos shka. Normal nga ona tjetër mos fal fjalë që s'kan hije me fol, shpifje për ta, fjalë të këqija, ajo për vete ti për vete. Nëse ta ka gjetë një arsye edhe të ka tregu për X arsyen, shikoje, a është gabimet të ti, mundohu me përmirësu, nuk jemi për me armitsu, nuk jemi për me thonë s'ke që ka lypti në shpitësaje, ka vdek për ty, jo. Por nëse shef që thjesht problemi është të ajo, por duhet të gjykosh me drejtësi pa i majt anë vetës tane, sepse në islam duhet njeri me dëshmu nëse edhe nëse është kundër vetës vetë. Duhet me dëshmu, me drejtësi. Nëse sheh që ti çdo sen është në rregull, ajo s'po të pranon, atëherë mos shko. Mos shko. Derisa të zbutet situata, nëse nuk zbutet kur mos shko. Ama tregoj bashkëshortit që ai tjetë në dieni që mos preket me ty asgjë, por ta di ku është problemi. Pra, qëllimi është ti mos me dalë pi vetës me fitu gjënat e Zotit dhe nga ana tjetër mes te dhe bashkëshortit me vazhdu raporti pozitiv. Sepse ti nuk ke llogari me u prish me burrin tanë nëse ai është në rregull për shkak të nanës vet. Por me asqaru burrit është mirë që mos më met aty diçka në zemër, edhe nëse është e nevojshme le të shkon ai le të debatoj ose të diskutoj me nanën e vet për këtë rast. Nësë Allah në gjelë që ti përmisoj raportet mes neve, sepse vërtet në disa raste është për me të ardhë keq.